Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernila Luzi. Pas marrjes një ditë më parë të votbesimit nga kuvendi, 7 ministrat e rinj të kabinetit qeveritar u betuan të premten përpara presidentit të Republikës Bajram Begaj. Pas leximit të dekretit të presidentit të Republikës për emërimin, ministrat e rinj u betuan me dorën mbi kushtetut sipas formulës së betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Me betimin para presidentit të Republikës, 7 ministrat e rinj marrin zyrtarisht detyrën. Albana Koçiu, zëvendës kryeministër, Ferit Hoxha, ministër për Evropën dhe punët e jashtme, Besford Lamallari, ministër i punëve të brendshme, Ermal Nufi, ministër i mbrojtjes, Toni Gogu, ministër i drejtësisë, Enea Karakaçi, ministër i infrastrukturës dhe energjisë, Eriona Ismaili, ministër i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Në ndërkohë do të zhvendosemi me informacionet të tjera. Shqipëria është renditur në vendin e 46 në botë për lirinë ekonomike sipas indeksit të publikuar nga Heritage Foundation, duke grumbulluar 68 pikë. Në këtë renditje, vendi pozicionohet edhe përpara disa ekonomive evropiane si Franca dhe Spanja, ndërsa në rajon renditet mbi shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Shqipëria është renditur në vendin e 46 në botë për sa i përket indeksit të lirisë ekonomike të publikuar nga Heritage Foundation. Sipas këtij raporti, vendi ynë ka arritur të grumbullojë rreth 68 pikë në vlerësim, duke u pozicionuar në një renditje relativisht të mirë mes 176 vendeve të marra në shqyrtim. Ky rezultat e klasifikon ekonominë shqiptare në kategorinë e ekonomive më së shumti të lira. Krahasuar me vitin e kaluar, vendi ynë është përmirësuar në pikësim dhe pozicionim, pasi vjetë renditje në vendin e 50. Një nga elementët që bie në sy në këtë raport është fakti se ekonomia shqiptare vlerësohet si më e lirë se disa ekonomi të rëndësishme europiane si Franca dhe Spanja. Kjo tregon se në disa tregues të lidhur me funksionimin e tregut, klimën e biznesit dhe politikat ekonomike, Shqipëria paraqitet në një pozicion konkurrues krahasuar me disa vende të zhvilluara të Evropës. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria rezulton ndër ekonomitë më të lira. Serbia renditet më një herë pas vendit tonë, duke mbajtur vendin e 62 me rreth 65 pikë të grumbulluara. Mëtej Malizi renditet në vendin e 70 me 63.8 pikë. Ndërkohë Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina pozicionohen respektivisht në vendet e 74 dhe 76 në renditje. Vendin e fundit në rajon e mban Kosova, e cila renditet në vendin e 81 me 62.4 pikë. Megjithatë, të gjitha vendet e rajonit klasifikohen në kategorinë e ekonomive mesatarisht të lira, çka tregon se nivelet e lirisë ekonomike në Ballkanin Perëndimor janë relativisht të afërta. Sa i përket renditjes globale për vitin 2026, vendi me ekonominë më të lirë në botë rezulton të jetë Singapori, i cili kryeson listën me 84.4 pikë. Pas tij renditen ekonomi të zhvilluara si Zvicra, Irlanda, Austria dhe Tajvani, të cilat karakterizohen nga tregje të hapura, politika të qëndrueshme ekonomike dhe nivele të ulta të ndërhyrjes së shtetit në ekonomi. Në anën tjetër të renditjes, vendi me ekonominë më pak të lirë mbetet Korea e Veriut. Kjo lidhet kryesisht me sistemin e saj politik dhe ekonomik të centralizuar, ku shteti kontrollon në mënyrë të plotë aktivitetin ekonomik. Pastaj renditen edhe vende të tjera me sisteme të ngjashme politike dhe ekonomike si Kuba, Venezuela dhe Sudani. Indeksi i lirisë ekonomike madh disa komponentë të rëndësishëm të funksionimit të një ekonomie, si niveli ndërhyrjes së shtetit në treg, liria e biznesit, politikat fiskale, hapja ndaj tregtisë ndërkombëtare, si dhe mbrojtja e të drejtave të pronës. Në bazën e këtyre treguesve, raporti synon të jap një panoramë të përgjithshme mbi shkallën e lirisë ekonomike në vende të ndryshme të botës. Thirrja e grantit për startupe parashikon një bonus prej 5% mbi pikët e vlerësimit për projekte që përmbushin kushtet e përcaktuara. Ky bonus do të aplikohet për startupe që drejtohen nga vajza ose gra, apo që kanë në përbërjen e tyre të paktën 51% vajza dhe gra. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj bën të ditur se thirrja e grantit 2026 për startupet parashikon një bonus prej 5%
mbi pikët e vlerësimit për projektet që përmbushin kushtet e përcaktuara. Ky bonus do të aplikohet për startupet që drejtohen nga vajza ose gra apo që kanë në përbërjen e tyre të ekipit të paktën 51% vajza dhe gra. Sipas ministres Ibrahimaj, ky bonus synon të nxjisë dhe të fuqizojë rolin e vajzave dhe grave në sipërmarrje, si dhe të promovojë zhvillimin e ideve inovative që lidhen me ekonominë e gjelbër dhe atë digjitale. Gjithashtu, nëse projekti plotëson këto kritere, në fund të procesit të vlerësimit i shtohet 5% bonus mbi pikët e marra nga kriteret e vlerësimit. Për shembull, nëse një aplikim merr 60 pikë nga komisioni, rezultati përfshin edhe bonusin prej 5%. Një tjetër kriter i rëndësishëm për përfitimin e këtij bonusi është që aktiviteti kryesor i startupit të ofrojë zgjidhje inovative që kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë së gjelbër ose ekonomisë digjitale. Kjo është një mundësi mbështetje për startupet në kuadër të Grantit 2026. Po kështu, kjo nismë synon të inkurajojë projekte që përdorin teknologjinë, inovacionin dhe praktikat e qëndrueshme për të sjellë zhvillim ekonomik dhe për të adresuar sfidat mjedisore. Aplikantët duhet të dorëzojnë aplikimin e tyre në platformën Njellbenja. Agjencia për zhvillimin e startupeve dhe inovacionit do të monitorojë projektet dhe do të sigurojë që ato të përmbushin objektivat e përcaktuara. Dhoma Amerikane e Tregtisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve organizoi një trajnim informues për bizneset mbi deklaratat e reja tatimore për vitin 2025. Ndërkohë, Dhoma Amerikane e Tregtisë kërkon më shumë qartësi dhe informacion të detajuar për biznesin për deklarimin e diva. Dhoma Amerikane e Tregtisë organizoi një trajnim informues për komunitetin e biznesit mbi ndryshimet më të fundit në sistemin e deklarimeve tatimore për vitin 2025. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe ndërhoqi interes të lartë nga anëtarët e dhomës dhe përfaqësues të bizneseve. Gjatë fjalës së tij, Drejtori Ekzekutiv i Dhomës Amerikane, Neritan Mullaj, theksoi rëndësinë që ka për bizneset informimi i vazhdueshëm mbi ndryshimet ligjore dhe zhvillimet në sistemin fiskal. Sipas tij, mbajtja anëtarëve të përditësuar me këto ndryshime mbetet një prioritet për dhomën, duke pasur parasysh ndikimin që politikat fiskale kanë në aktivitetin e përditshëm të kompanive. Në këtë kuadër, përfaqësues të administratës tatimore prezantuan rregullat e reja dhe mënyrën e plotësimit të deklaratave tatimore. Drejtoresha e proceseve të biznesit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve shpjegoi detajet teknike të ndryshimeve dhe adresoi çështje praktike që lidhen me zbatimin e tyre. Fokusi i trajnimit ishte veçanërisht te deklarata individuale vjetore të ardhurave, e cila konsiderohet një instrument i rëndësishëm për transparencën fiskale dhe administrimin e të ardhurave personale. Në këtë drejtim, përfshihen kategori të ndryshme të ardhurash, si paga, të ardhurat nga qirat, dividendet apo aktivitetet e tjera ekonomike. Gjatë takimit, përfaqësues të biznesit ngritën gjithashtu disa nga shqetësimet që hasen gjatë procesit të deklarimit të ardhurave dhe plotësimit të deklaratës vjetore, duke theksuar nevojën për më shumë qartësi dhe informacion mbi procedurat dhe kërkesat e këtij procesi. Trajnimi u zhvillua në një format interaktiv ku pjesëmarrësit patën mundësi të drejtojnë pyetje konkrete dhe të diskutojnë drejt për drejt me ekspertët e administratës tatimore për sfidat që hasin gjatë plotësimit të deklaratave tatimore. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, indeksi i çmimeve të importit në tremujorin e 4 të vitit 2025 shënoi një ulje vjetore prej 0.5%. Rënja u ndikua kryesisht nga ulja e çmimeve në sektorin e energjisë. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, indeksi i çmimeve të importit në tremujorin e 4 të vitit 2025 arriti në 107.4. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, çmimet e importeve shënuan një ulje prej 0.5%, ndërsa në raport me tremujorin e 3 të vitit 2025 u regjistruar një rritje shumë e lehtë. Rënja vjetore është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve në sektorin e energjisë elektrike, gazit dhe ajrit të kondicionuar me 4.1%, si edhe në sektorët e furnizimit me ujë dhe menaxhimin e mbetjeve me një rënje prej 0.8%, industria nxjerrëse me 0.5%, ndërkohë industria përpunuese që zë peshën më të madhe të importeve me rreth 94%, shënoi një ulje të lehtë prej 0.3%. Brenda industrisë përpunuese, rënja më e madhe të çmimeve u vure te konfeksionet, metalurgjia, produktet e kauçukut dhe plastikës dhe tekstilet. Nga ana tjetër, disa produkte shënuan rritje çmimesh, si produktet e duhanit, mobiljet dhe aktivitetet e shtypshkrimit. Në krahasim me tremujorin e 3 të vitit 2025, çmimet e importit patën luhatje të vogla.
Ulje u regjistrua në sektorët e furnizimit me ujë dhe menaxhimit të mbetjeve me 0.7%, energjisë me 0.6% dhe industrisë nxjerrëse me 0.5%, ndërsa industria përpunuese shënoi një rritje minimale prej 0.1%, e ndikuar kryesisht nga përpunimi i produkteve ushqimore dhe prodhimi i mobiljeve. Në përgjithësi, të dhënat tregojnë për një stabilizim të lehtë të kostove të produkteve të importuara në fund të vitit 2025, me lëvizje të moderuara të çmimeve në sektorët kryesor industrial. Pas Instat, indeksi i çmimeve të prodhimit për tremujorin e 4 të vitit 2025 shënoi një rritje vjetore prej 0.2%, duke lajmëruar presion të ulët mbi çmimet në vijim për konsumatorët. Indeksi i çmimeve të prodhimit për tremujorin e 4 të vitit 2025 arriti në 129.6, duke shënuar një rritje shumë të vogël vjetore prej 0.2%. Theksojmë se ky tregues flet për kostot që kanë bizneset e prodhimit para se produktet të mbërrinte konsumatori. Megjithatë, disa sektorë kanë patur rritje më të fortë të çmimeve. Industria përpunuese udhëhoqi këtë rritje me 0.5%, veçanërisht prodhimi i mobiljeve me 1.5% dhe produktet farmaceutike me 1.4%. Edhe sektori i furnizimit me ujë dhe menaxhimit të mbetjeve shënoi rritje të lehtë me 0.2%. Në tregun vendas, prodhuesit u përballen me një rritje të përgjithshme prej 0.3%, kryesisht në industrinë përpunuese me një rritje prej 0.8%. Nga ana tjetër, çmimet e prodhimit për eksport ranë me 0.4%, kryesisht për shkak të uljes së çmimeve në energjinë elektrike, gaz dhe avull me 1.8% dhe industrinë nxjerrëse dhe përpunuese. Në krahasim me tremujorin e 3 të vitit 2025, ndryshimet janë minimale. Indeksi i përgjithshëm u rrit me vetëm 0.05%, ndërsa rritja më e madhe vëret sërish në industrinë përpunuese me 0.2%. Disa sektorë si metalurgjia dhe pajisjet elektrike patën rënje të çmimeve. Pra çmimet po rriten ngadalë dhe kjo tregon se për momentin presioni mbi çmimet e tregut për konsumatorët mbetet i ulët, por ndërkohë të dhënat e Instat tregojnë se çmimet e mallarve të importuara shënuan një rënje vjetore prej 0.5% në tremujorin e fundit të vitit 2025. Bizneset shqiptare realizuan 3.5 trilion lek shitje neto ose rreth 36.6 miliard euro në terma ditor. Kjo është afërsisht 100 milion euro në ditë ose 4.2 milion euro në orë. Autoriteti i konkurrencës ka ngritur një grup pune për të monitoruar tregun e prodhimit dhe shitjes së bukës në qytetin e Korçës. Vendimi vjen pas informacioneve të publikuara në media, sipas të cilave ndërmarrjet e prodhimit dhe tregtimit të bukës kanë njoftuar pikat e shitjes për një rritje të çmimit të bukës nga 120 në 150 lek. Sipas këtyre informacioneve, rritja e paralajmëruar do të përkthehej në një shtrenjtim me mbi 25% të këtij produkti bazë për konsumatorët. Në zbatim të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, Autoriteti i konkurrencës ka nisur kontrolle në terren për të verifikuar nëse ky njoftim po zbatohet nga ndërmarrjet dhe nëse kjo sjellje përbën një veprim të koordinuar mes operatorëve në treg. Sipas legjislacionit në fuqi, ndalohen të gjitha marrëveshjet që kanë si objekt apo pasojë pengimin, kufizimin apo shtrembërimin e konkurrencës në treg, përfshirë edhe marrëveshjet për përcaktimin e drejtpërdrejtë ose të tërthor të çmimeve të shitjes. Autoriteti i konkurrencës paralajmëron se shkelja e këtij ligji përbën kundravajtje administrative dhe mund të sanksionohet me gjop deri në 10% të xhiros së vitit financiar paraardhës për ndërmarrjet e përfshira në marrëveshje të paligjshme. Ndërkohë, Autoriteti i konkurrencës ka nisur edhe monitorimin në tregun e karburanteve si në shitjen me shumicë, ashtu edhe me pakicë, me fokus të veçantë tek çmimet e benzinës dhe të naftës. Institucioni bën me dije se do të ndërhyjë nëse konstatohet se luhatja e çmimeve në tregun vendas te i kalojnë ndryshimet e çmimeve në bursat ndërkombëtare. Qeveria shqiptare ka vijuar të mbështetet të tregu i brendshëm për të siguruar financimin e nevojshëm duke emetuar kryesisht bono thesare dhe obligacione me afate të ndryshme maturimi. Tregtimi këtyre titujve pas emetimit mbetet relativisht i kufizuar dhe dominohet kryesisht nga bankat, ndërsa pjesëmarrja e aktorëve të tjerë financiar është më e ulët. Shifrat zyrtare për ekonominë zakonisht publikohen në total vjetor dhe janë të vështira për të kuptuar nga publiku i gjerë, por çfarë ndodh nëse ato përkthehen në ritmin e një dite, një ore apo edhe një minute? Bizneset në Shqipëri realizuan gjatë vitit 2024 rreth 3.5 trilion lek shitje neto, ose rreth 36.6 miliard euro, sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Instat. Scanintel ka analizuar të dhënat duke i përkthyer këto shifra në ritmin e një dite, ore dhe minute,
për ta bërë më të kuptueshëm për publikun. E përkthyer në terma më të thjeshtë, kjo do të thotë se bizneset në vend shesin mesatarisht afërsisht 9.6 miliard lek në ditë ose 100 milion euro. Kjo është një mesatare vjetore për llogaritur duke pjesëtuar totalin e shitjeve me 365 ditë dhe përfshin çdo ditë të vitit, por nuk nënkupton që çdo ditë ka të njëjtin nivel aktiviteti. E ndarë në intervale më të vogla kohe, kjo shumë përkthehet në rreth 4.2 milion euro në orë, mbi 69.000 euro në minutë dhe rreth 1.160 euro në sekond. Shifra përfaqëson vëllimin total të shitjeve të ndërmarrjeve aktive në sektor të ndryshëm të ekonomisë, si tregtia, industria përpunuese, ndërtimi, transporti, akomodimi dhe shërbimet e tjera. Ajo pasqyron qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve në ekonomi dhe jo fitimin neto të bizneseve, pasi nga të ardhurat zbriten kostot e operimit, pagat, furnizimet dhe detyrimet tatimore. Nëse kjo mesatare ditore ndahet në intervale kohe, rezulton se bizneset në Shqipëri realizojnë rreth 1 miliard lek shitje çdo 2 orë 28 minuta, ose rreth 10 milion euro. Le të supozojmë se ora shënon 8 e mëngjesit, hapet një dyqan lagje, një furrë nxjerr bukën e parë, ndërkohë një magazin shpërndan mallin. Nga ky moment, në bazë të mesatares vjetore, duhen më pak se 2 orë gjysmë që totali i shitjeve në rang vendi të arrijë 1 miliard lek. Ndër të tjera, aktiviteti që realizon pjesën më të madhe të shitjeve në Shqipëri është tregtia. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, sektori i tregtisë realizoi rreth 1.6 trilion lek shitje neto gjatë vitit 2024, ose rreth 46.1% totalit të shitjeve të bizneseve në vend. I përkthyer në mesatare ditore, kjo do të thotë se bizneset e tregtisë shesin rreth 4.47 miliard lek në ditë, ose afërsisht 186 milion lek në orë. Kjo është një përllogëritje statistikore mbi bazën e mesatares vjetore që synon të ilustrojë për masën e qarkullimit ekonomik në vend. Inti regulatori energjisë ka miratuar çmimet me të cilët do ta paguajnë energjinë elektrike, ujësjellësi që furnizohen nga furnizuesi i mundësisë së fundit për gjatë vitit 2026. Kompanitë që janë të lidhura në tensionin 35 kV do të tarifohen me 9.33 lek për megavator, ndërsa shoqëritë që janë në tensionin 20, 10 dhe 6 kV me 11.77 lek për kilovator. Enti regulatori i energjisë ka miratuar çmimet me të cilët do paguajnë energjinë elektrike ujësjellësi që furnizohen nga furnizuesi mundësisë së fundit gjatë vitit 2026, duke mbajtur në fuqi tarifat preferenciale të vitit të kaluar. Sipas vendimit, kompanitë që janë të lidhura në tensionin 35 kV do tarifojnë me 9.33 lek për kilovator, ndërkohë që për shoqëritë që janë në tensionin 20, 10 dhe 6 kV, çmimi do jetë 11.77 lek për kilovator. Aplikimi i çmimeve preferenciale për shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve nisi në vitin 2023 pas një kërkese të bërë pranë Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare nga Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizime dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, mbi nevojën e shoqërive të ujësjellsve për aplikimin e tarifimit të veçantë. Kjo me qëllim garantimin në aspektin financiar të veprimtarisë së shoqërive, përfshirë rikuperimin e borxhit. Në atë kohë u kërkua që ulja e tarifave të energjisë elektrike të pasohej me rekuperimin e borxhit që këto kompani kanë ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sipas të dhënave të fundit të disponueshme, deri në gusht 2025 detyrimet e prapambetura arritën në 20.42 miliard lek nga 19.54 miliard lek që ishin në fund të vitit 2024. Kostot e energjisë elektrike përbëjnë rreth 23% të shpenzimeve të operimit dhe mirëmbajtjes në sektorin e ujësjelljes kanalizime, ndërsa 12 nga 17 shoqëri nuk arrin të mbulojnë këto kosto. Kjo bën që kompanitë të mbështeten tek subvencionet e qeverisë ose të vonojnë pagesat ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke akumuluar borxhe të shumta. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik një vendim që synon të vendosë rregulla më të qarta për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve. Sipas draftit, ndarja e mbetjeve duhet të bëhet që në burim. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik projekt vendimin që synon të vendosë rregulla më të qarta për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve, me qëllim rritjen e riciklimit dhe uljen e sasisë së mbetjeve që përfundojnë në landfill. Dokumenti përcakton kriteret, procedurat dhe afatet që duhet të ndjekin qytetarët, bizneset dhe njësitë e vetë qeverisjes vendore për ndarjen e mbetjeve sipas rrymave të ndryshme, si letër dhe karton, qelsh, metal, plastik apo materiale të tjera të riciklueshme. Sipas draftit, ndarja e mbetjeve duhet të bëhet që në burim, që në rastin e familjeve nënkupton ndarjen sipas llojit që në shtëpi, ndërsa grumbullimi do realizohet përmes kontenerëve dhe pajisjeve të posaçme, të identifikuara me ngjyra të ndryshme për secilin lloj mbetjeje.
Projekt vendimi parashikojnë gjithashtu një sistem raportimi për operatorët dhe bashkitë. Operatorët që grumbullojnë mbetje duhet të raportojnë çdo vit pranë bashkive për sasinë dhe llojin e mbetjeve të mbledhura, ndërsa njësitë vendore duhet të raportojnë pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për të dhënat mbi grumbullimin, trajtimin dhe problematikat e konstatuara në sistem. Në projekt vendim janë përcaktuar dhe afatet që duhet të ndjekin njësitë e vetëqeverisjes vendore për rritjen e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve. Sipas objektivave të përcaktuara në draft, niveli i përgatitjes për ripërdorim dhe riciklim të mbetjeve bashkiake duhet të arrijë të paktën 25% deri në vitin 2030, 50% deri në vitin 2033 dhe 55% deri në vitin 2035. Në periudhën afatgjatë, ky nivel synohet të rritet në 60% deri në vitin 2040 dhe në 65% deri në vitin 2045. Forcat e armatosura të Shqipërisë po regjistrojnë rritje të rekrutimeve dhe rikthim të ish ushtarakëve, ndërsa sipas Ministrisë së Mbrojtjes, largimet nga ushtria kanë rënë me rreth 70% dhe vetëm në janar shkurt janë rikthyer 48 ushtarak në shërbim aktiv. Paralelisht po ndërtohet edhe sistemi i rezervistëve. Forcat e armatosura, jo vetëm që po tërheqin më shumë të rinj në radhët e tyre, por po rikthejnë edhe ata që kanë shërbyer më parë, të cilët janë larguar përgjatë viteve për arsye të ndryshme. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, largimet e ushtarakëve kanë pësuar një rënje me 70% në krahasim me vitet e kaluara. Ndërkohë, paralelisht me zvoglimin e dëshirës për të larguar nga forcat e armatosura, kemi edhe fillimin e rikthimeve. Herë për shkak të pagave të ulta dhe herë për shkak të vështirësisë e curisë në karrierë, shumë ushtarak kanë hequr dorë nga uniforma ose kanë dalë në rezervë. Por situata nuk është më si më parë. Me rritjen e pagave dhe përmirësimin e kushteve të tjera të punës, vetëm në janar shkurt rezultojnë të jenë rikthyer në forcë aktive 48 ushtarak, prej të cilëve 4 oficer, 39 oficer dhe 14 ushtar detar aktiv. Parashikohet që deri në fund të vitit, ky ritëm i rikthimeve të vijojë. Në vitin 2024, Këshilli i Ministrave miratoi projektligjin për rezervistët. Ushtarakët, të cilët kanë dalë në rezervë, si edhe shtetasit civil që plotësojnë kriteret e pranimit të shërbimit ushtarak në rezervë, rekrutohen nëpërmjet konkurimit dhe nënshkruajnë kontratën përkatëse për shërbimin ushtarak në rezervë, me kozjatje jo më pak se 2 vjet me të drejtë rinovimi. Ato do të jenë kapacitete shtesë për krah forcave aktive të FA-s në operacione. Rekrutimet ka nisur tashmë, ndërsa synohet që të kemi 363 rezervistë në 2026 dhe këtë ritëm ta mbajmë nga viti në vit. Ato janë të specialiteteve të ndryshme, mjek, specialist telekomesh apo inxhinier, ndërsa për të tërhequr gjithnjë më shumë rezervistë është menduar që kontrata të shoqërohet edhe me bursa. Shërbimi në rezervë do të përfshijë një forcë rezerviste që do të përbëhet nga 25% të forcave aktive, ose rreth 2100 personel, duke siguruar kështu një kapacitet të rëndësishëm për reagim të shpejtë në raste emergjente. Edhe pranimet e reja në forcat e armatosura shfaqin të njëjtën tendencë. Vetëm në fazën e parë të rekrutimeve për vitin 2026 rezultojnë të jenë 252 fitues. Në 14 muaj të fundit, janë shtuar forcave të armatosura 1000 personel aktiv. Plani është që të vijohet me 200 rekrutime të tjera në mars-prill dhe 400 të tjerë në gjysmën e dytë të vitit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dekretuar shpërndarjen e kuvendit duke çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Ky vendim erdhi pas se një natë më parë kuvendi nuk arriti në konsensus për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërë të ditur se kanë nxjerrë dekretin për shpërndarjen e kuvendit duke çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Në një konferencë për media, Osmani tha se është paraqitur para qytetarëve pasi sipas saj përfaqësuesit e popullit të mbrëm vendosën që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit të mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Duke folur për dështimin e përpjekjeve për zgjedhjen e presidentit mbrëmjen e 5 marsit, Osmani tha se kjo nuk ka qenë një situatë të rastësishme, por sipas saj një kalkulim i menduar politik. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone e përbashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kaloj dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Sipas saj, kushtetuta e përcakton qartë se afati për zgjedhjen e presidentit ka përfunduar në mesnatën e së njëjtës. Mbrëm në orët e vona është mbyllur seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës e thirrur për zgjedhjen e presidentit të vendit, pasi nuk pati quorum të mjaftueshëm për zhvillimin e procesit të votimit. Çmimet e karburantit në Itali kanë vijuar rritjen. Shoqatat e mbrojtjes së konsumatorit kanë kërkuar uljen e akcizës për të zbutur çmimet, ndërsa i kanë konsideruar këto rritje si spekulime nga kompanitë. Çmimet e karburantit në Itali kanë vijuar rritjen. Çmimi mesatar i benzinës arritën në 1.724 euro për litër në qytete, ndërsa çmimet e naftës janë rritur edhe më tej në 1.818 euro për litër në qytete dhe 1.948 euro në autostrada. Sipas statistikave, ky është niveli më i lartë që nga marsi i vitit 2024. Kodakons, shoqata italiane e mbrojtjes së konsumatorit, ka raportuar rritje prej 2.5 euro për litër për naftën në autostradë dhe ka theksuar se ulja e taksës së akcizës mund të zbusë çmimet. Ndërkohë, shoqata tjetër e mbrojtjes së konsumatorit ADOC i ka konsideruar këto lëvizje si spekulime nga kompanitë. Shoqata i ka dërguar një raport ministrit të transportit duke kërkuar masa për të frenuar rritjen, duke filluar me fenomenet spekulative të raportuara dhe për transparencë maksimale në lidhje me rritjet, të cilat shoqata i vlerëson deri në 30 cent. Ministri sipërmarrjeve ndërkohë ka thirrur 2 takime të Komisionit të Alarmit të Shpejtë të Çmimeve të kryesuar nga rregullatori. Takimi i parë do të përqendrohet në ecurinë e tregut të energjisë me fokus në produktet e naftës dhe i dyti do të përqendrohet në ndikimet e mundshme inflacioniste. Me një udhëzim të fundit, monitorimi i çmimeve të karburantit është rritur që nga fillimi i javës dhe gjetjet fillestare janë përcjell Guardia di Finanza. Gjithashtu rregullatori u ka kërkuar kompanive kryesore të naftës sqarime mbi ndryshimet e fundit të çmimeve, veçanërisht rritjet e shpejta të tyre. Një studim i fundit ka arritur në përfundimin se varësia e vazhdueshme e Evropës nga importet e naftës dhe gazit të lëngshëm e bën kontinentin më të prekshëm ndaj goditjeve energjetike. Vendet më të cënueshme janë Greqia, Çiproja, Polonia dhe Bullgaria. Ndikimet ekonomike, fiskale, politike dhe të kreditit të luftës në lindjen e mesme do të varen nga kozgjatja dhe ashpërsia e konfliktit, shkalla në të cilën do të preken furnizimet me energji dhe qëndrueshmëria e secilës ekonomi, vlerëson Scope Ratings. Ndërsa Europa në tërësi pritet të jetë në gjendje të përballojë një rritje afatshkurtër të kostove të energjisë, disa vende janë më të ndjeshme se të tjera, thonë analistat. Greqia së bashku me Çiprin, Poloninë dhe Bullgarinë janë vendet më të prekshme ndaj një krize të zgjatur energjetike për shkak të varësisë së tyre të madhe nga nafta dhe gazi për prodhimin e tyre ekonomik. Nëse konflikti ushtarak rezulton i shkurtër dhe kryesisht i përmbajtur, atëherë ndikimet makroekonomike dhe financiare mund të jenë të menaxhueshme për të gjitha vendet që mbulon. Në këtë skenar, bankat qendrore dhe autoritetet fiskale do të shohin përtej presioneve të përkohshme inflacioniste. Çdo ndërprerje e zgjatur e objekteve të transportit, infrastrukturës energjetike ose vetë ngushticës së Hormuzit, e kombinuar me rritjen e paqëndrueshme në rajon, rrit rrezikun në një shoku negativ të furnizimit. Kjo do të në çmime më të larta të naftës dhe gazit dhe përrjedhoi në pasojë ekonomike, fiskale dhe madje edhe politike në nivel global. Varësia e vazhdueshme e Europës nga importet e naftës dhe gazit të lëngshëm e bën kontinentin më të prekshëm ndaj goditjeve energjetike, thot Scope. Depozitat e gazit natyror në Bashkimin Evropian janë vetëm 30% të mbushura, por kërkesa pritet të bjerë ndjeshëm ndërsa dimri po mbaron. Burimet e energjisë në Europë janë më të diversifikuara se sa kur filloi lufta në Ukrainë dhe inflacioni është afër objektivit të Bankës Qendrore
europiane. Në një mjedis të tillë, Skope konsideron të pamundur që çmimet europiane të gazit natyror të rriten në nivelet më të larta të vitit 2022, ndër vendet europiane, përzierja energjetike të cilave është veçanërisht e varur nga nafta dhe gazi, dhe për këtë arsye është më e ndjeshme ndaj rritjes së çmimeve të energjisë. Skope rendit Maltën, Çipron, Irlandën, Holandën dhe Greqinë. Të gjitha këto vende varen nga nafta dhe gazi për rreth 80% të energjisë së tyre totale. Për më tepër, nëse merret në konsiderat varësia e aktivitetit ekonomik nga nafta dhe gazi natyror, vendet më të cënueshme janë Greqia, Çipro, Polonia dhe Bullgaria, ndërsa nga ekonomitë e mëdha, Franca ka ekspozimin më të ulët ndaj këtij shoku për shkak të shumë centraleve të saj bërthamore. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.lo, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, shtreqet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.